së shumicës qeverisë se pas zgjedhjeve, që një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike, për të krijuar një kapacitet që të lehtësojë barrën mbi qytetarët, sikundër e lehtësojë konkurenca që ne nxitëm duke bërë ndryshuar komplet qasjen për fluturimet ajrore. Shqipëria kishte aeroportin më të shtrenjtë në Europë, sot ka aeroportin më të suksesshëm të Ballkanit, me një diferencë breslënse nga aeroporti historik i kryeqytetit të rajonit, kur ne ishim jashtë harte fare, Beogradit. Sot nuk është më Beogradi kryeqyteti i aviacionit, sot është Tirana. Dhe kjo është arritje e kësaj qeverie, me gjithë keqardhjen për të gjithë ata që na duan të vdekur. Por sa më shumë të vdekur na duan, aq më shumë ne ngjallemi, gjallërohemi më saktë. Kështu që ne do ta krijojmë faktorin publik, forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Ndërkohë që duke vënë në dispozicion kapacitetin e shtetit dhe garancitë e shtetit, do të bëhet shumë më lehtë se sa që kanë sot lojtarët që janë në treg për të pasur marrëveshje me kompanitë që e shpërndajnë naftën, të cilat kenë qëndrueshmëri afatgjatë. Faktikisht sot ne kemi dhe në proces ligjin e rezervave. Më kujtohet që kur unë kam folë për rezervat e naftës në vigjilje të kësaj iniciative përpara vitit 2020, u hodhën shumë tenxhere përpjet, sepse u quajt një përpjekje për nuk e di se çfarë boshtësie.